إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allah i plot fuqishëm s'ka askush mund ta humb, dhe atë që Allah i madhruar e devion s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, hutbën e sodit do ta nisi duke u kthyer tek një mesazh me të cilën e kemi përmbyll javën e kaluar. Ajo është se e kemi përmend një ngjarje të një njeriu të urtë, një njeriu të mençur, të dijshëm, i cili në shtratin e vdekjes, të grumbulluar familjarët e tij, njerëzit e afërt të tij, e pyetën cila është porosia jote e fundit, cili është vasijeti yt, testamenti yt i fundit për neve familjarëve. Atëherë ai nuk ju përmendi atyre as mall, pasuri, nuk ju përmendi as emra, as plane afatgjate apo diçka nga kjo natyrë, por ju tha iyakum was-sawfa. Përkthimi, kini kujdes nga fjala pastaj. Kini kujdes nga fjala pastaj, sepse vërtet vëllezër të nderuar, fjala pastaj apo shprehja që e përdorim ne në jetën tonë të përditshme, pastaj do ta bëjmë, është një nga mënyrat me të cilat ne i prolongojmë, i shtyjmë veprat e mira, nuk i bojmë ato. Për arsye se e arsyetojmë veten që do t'i bojmë në të ardhmen. Pastaj, kështu në këtë formë i lajmë anash shumë gjëra, sikur që është pendimi, kërkimi faljes tek Allahu i Madhërisëm, ndryshimi vetvetes e gjëra të kësaj natyre. Kështu e përdorim fjalën pastaj do ta bëj këtë e pastaj do ta bëj atë, derisa vjen momenti edhe shkojmë nga kjo dynja edhe marrim me vete këtë fjalë dhe i lajmë anash dhe të pakryera shumë nga ato vepra që kemi mendu që në të ardhmen do t'i bëjmë. Në këtë kontekst, vëllezër të nderuar, vërtet duhet ta kemi parasysh që apo mund ta nxisim edhe si pyetje, cili mundet me qenë edhe armiku më i madh i njeriut para muajit Ramazanit. Pikërisht kjo fjalë. Faktikisht të themi hajtë se pastaj përgatitem, ka kohë edhe e shtym, e prolongojmë përgatitjen tonë para muajit të Ramazanit, që të futemi në Ramazan ashtu siç duhet me këtë fjalë. Pastaj ka kohë, edhe do ditë pas ka vakt hala, e kshyrëm takvimin edhe e shtym veten tonë edhe futemi në Ramazan duke menduar që vërtet jemi duke para një rrethane dhe situate që e kemi bë veten apo e kemi përgatit veten, por krejt çka kemi bë është kjo fjalë, pastaj ja kemi bë vetes edhe e kemi shty, e nuk e dim në anën tjetër që muslimanët e hershëm, duke filluar prej sahabeve të nderuar, pastaj edhe musliman dietarë të ndryshëm, muaj para Ramazanit janë bogati. Muaj para Ramazanit kanë kërku falje edhe lutjet e Zotit Madhërisëm m'ja mundsu fillimisht arritjen e këtij muaji. Pastaj janë mundu vazhdimisht në çdo situatë edhe në çdo rrethon me kërku faljet e Zotit Madhërisëm, edhe me arrit
bekimin e tij, mirësinë e tij që mu fut në këtë muaj të përgatitur në mënyrën dhe formën më të mirë. Gjithashtu edhe me vepra, kanë bërë vepra të ndryshme, posaçërisht edhe agjerim para Ramazanit, kështu që të përgatisin veten edhe të futen në Ramazan duke qenë në një përgatitje të denj edhe me përfitu për mirësive të Ramazanit ashtu qysh na ka premtu edhe Allahu i Madhreshëm që do t'i shpërblej edhe do t'u jap mirësi atyre besimtarve të cilët vërtet hyfuten në këtë muaj edhe e shfrytëzojnë atë në formën dhe mënyrën më të mirë. Shumë prej neve themi hajtë se do të përmirësohemi, ka vakt, edhe në ditë kur vjen Ramazani, ku m'ja fillu me lezu Kuranin, edhe mi fal namazet, ku m'ja fillu edhe me ba mirë, edhe ku mi nejt gati shumë veprav, ku mi largu këto vese, kështu, e kem dëshirë mi a ba qefin vetës, pastaj, kur të vjen Ramazani, ku mi ba këto sene. Mirë po, kur vjen momenti Ramazanit, mos përgatitja jonë edhe në aspektin shpirtëror, po edhe në aspektin fizik e bën që ndoshta në ditët e para të futemi me një entuziazm edhe me një energji që mendojmë që jemi përgatit, por shkon dita e parë, e dytë, e 3-4 ditë edhe shohim që zbrapsemi edhe nuk jemi ashtu qysh kemi shpresu do të jemi. Pse? Për arsye se situata jonë, rrethana jonë është njëjtë sikur se një njeri, e kemi përmendur edhe më herët, sikur se një vrapus i cili ka me vrapu në një garë vrapimi, edhe thot unë do të dali pari, edhe do të jem i fort, edhe do të qëndroj, edhe nuk bën asgjë tjetër nga kjo çfarë synon, vetëm se fjalë që pastaj do ta bëj kët. Dhe kur vjen momenti i vrapimit, ai radhitet së bashku me vrapusit tjerë, edhe fillon garën, por disa hapa me njëherë e ndin vetën e vetë lodhjen, mos përgatitjen, edhe fillon me e ngadalsu edhe të tjerët shkojnë, ecin, për arsye se ata janë përgatit edhe vazhdojnë. E kështu është edhe rrethana fatkesisht e shumicës njerëzve, besimtarve të cilët futen në Ramazan. E shohim safat në ditët e para të Ramazanit, në netët e para, në taravit e para, mushën edhe xhamiat, edhe është një gëzim, është një elan, është një entuziazëm, por shkojnë disa ditë, me njëherë vjen dorëzimi edhe zbrapsen, edhe qëndrojnë vetëm ata të cilët vërtet e kanë kuptu realisht domethënien edhe shpirtin e Ramazanit në përgjithësi. Prandaj, kur vjen Ramazani, duhet me hi vëllezër të nderuar i disiplinuar dhe të përgatitur dhe ju në befasi edhe të shpërqendrum për arsye se vërtet nëse hyn në Ramazan pa disiplinë, atëherë dije se del prej Ramazani i pandryshuar. Çashtu që e kanë. Dëgjoni çfarë thot Zoti i Madhreshëm në Kur'anin famlar, thot wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Në surën Al-Baqara ajeti 130, në surën Ali Imran ajeti 133, po thot Zoti i Madhreshëm wasari'u, nxitoni drejt faljes së Allahut. Nxitoni, pra nuk po thot Allah i Madhreshëm pritni ose kur të keni kohë bëni këtë punë, po nxitoni, jepni mundin më njëherë, mos neglizhoni asnjë moment, asnjë çast, për arsye se ky nxitim me cilën po na urdhëron Zoti i Madhreshëm në kupton seriozitetin që duhet me pas, interesimin dhe dëshirën e vërtet të besimtarit për me u kaplu me magfiretin, me faljen e Zotit Madhreshëm. Dhe nëse kjo nxitje në kupton pra angazhimin e menjëhershëm, pa hezitim, pa shtyrje, pa prolongim, për arsye se nëse kështu e ke kuptu, atëherë je në rrugë të faljes. E nëse e kupton valla kur ti kry punë tjera, krejt tani këshyri që ka me banë në këtë aspekt, atëherë dije që vërtet nuk je në radhët e atyre që e meritojnë faljen edhe rahmetin edhe mëshirën e Zotit Madhreshëm. Vëllezër të nderuar, para se të hyjmë në Ramazan, duhet t'i kem parasysh që vetë futja në Ramazan nuk nënkupton edhe apo nuk garanton kjo përfitim. Pra, me një fjalë, nuk do të thotë që secili që është fut edhe ka jetu Ramazanin,
ka përfitu prej ti. Për këtë shkak duhet kemi kujdes nga 3 smundje që zakonisht kaplohen njerëzit para Ramazanit. Cilat janë këto 3 smundje? E para është gafleti. Për gafletin para disa jave kemi mbajt një hutbë të tërë dhe kemi shpjeguar se është armiku i fshehur i zemrës, që nuk e dikton mirë, nuk e dikton qartë, mirë po e kaplon zemrën tënde. Do bën një lloj humbje të busollës së prioriteteve. Nuk e ki parasysh, edhe mirë është me disa gjana që nuk janë të rëndësishme për ty, edhe të kap, do thotë, ky shpërqendrimi i atyre gjërave që janë të rëndësishme edhe të vlefshme, pas të cilave duhesh më marr edhe më interesu. Pra ky është ai gafleti me cilin kaplohet besimtari edhe në Ramazan. Dhe në raport me Ramazanin është për qëllim kur njeriu nuk e ka, nuk është i vëmendshëm, nuk është i kujdesshëm me e kuptu vlerën edhe rëndësinë e Ramazanit në vetvete. Nuk është i vetëdijshëm, pra e paramendon Ramazanin si rutinë, si diçka që vjetore që vjen e shkon, edhe këtu qëndron. Jo më shumë. Prandaj një njeri i cili e kupton si rutinë vjetore, ai vërtet edhe e humb shumë begati edhe të mira me cilat vjen Ramazani. Dhe kjo ishte smundja e parë. Smundja e dytë është shtyerja. Ajo që e fillum me të hutbën, pra me thonë hajtë se ka kohë, hajtë se shpesher ndodh edhe në Ramazan, në ndodh, valla, në fillimi së ka një mirë, po ka fundin, dhe ditë fundit ku me dhonë maksimumin tem, edhe ku me konë, edhe kështu, ka njerës që ja bojmë vetës qefin, vetëm për me arsyetu neglizhencën tonë. Prandaj, vëllezër të nderuar, do ta kem parasysh që nuk guxon besimtari me thonë hajtë se ka kohë, hajtë se e bëjmë më vonë, po mundohu me a fillu përgatitjes që në këtë moment, për arsye se, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 2 begati janë që vërtet shumica njerëzve nuk ja din vlerën vetëm atëherë kur e humbin. Cilat janë ato 2 begati? E para është koha e lirë dhe e dyta shëndeti. Për arsye se vjen situatë, na shti ti munohesh edhe thunë në Ramazan ku me bë këtë e atë, po vjen Ramazani edhe obligimet, rrethanat e ndryshme të ngarkohen, edhe kështu që e humb, edhe nuk ki mundësi me përfitu si rezultat i mos angazhimit tën apo mos planifikimit tën të punëve ashtu që duhet para Ramazanit, pra të zen Ramazani i ngarkuar me obligime dhe detyrime që nuk ki ka mjamajt. Pastaj prej gjërave apo smundja e tretë me cilën ballafaqohet besimtari në parafutjes në muajin e Ramazanit është edhe formalizimi i ritualit apo formaliteti. Çka është për qëllim formaliteti? Agjeron, po nuk je fut thellë në kuptimin e agjerimit. Pra agjeron, pse po agjeron me pyet, valla, Ramazan këtë agjerojnë edhe unë po agjeroj. Dhe e ka bë si një lloj shprehije dhe një lloj, prandaj edhe po e quajmë formalitet, domthonë e bën diçka sipërfaqësisht. Nuk han buk në ditën, pra prej syfyri deri në iftar, edhe kjo e konsideron që Ramazan është kështu, mos me hangër buk. Dhe kuptimi i krejt Ramazanit është do thot në këtë situatë, pra me najt unë gjatë ditës, por nuk e kupton që vërtet shpirti i Ramazanit, esenca e Ramazanit është përtej kësaj, shumë më lart se kjo. Për arsye se njeriu kur e stopon veten e tij nga ushqimi dhe pija me këtë formë, pra ai e thellohet në domethënien e kësaj. Pse Zoti i Madhreshëm të ka obligu ty si qenie njerëzore në këtë kohë mos me hangër bukë, me nalë edhe me meditu rreth kësaj, edhe me lexu rreth kësaj. Don me të ba ty të vetëdijshëm, të ndërgjetshëm, me e kuptu vlerën dhe begatisë e ushqimit dhe pijes që e keni në dispozicion. Dhe solidariteti me ata të cilët faktikisht nuk kanë këto gjëra esenciale në jetën e tyre të përditshme. Pastaj dobit shëndetësore të cilat i sjell agjerimi në vetvete, që mjekët posaçin kohën bashkëore i diskutojnë me mall e me shumë magjepsje, e fatmirësisht shumica e tyre mjekëve edhe nuk janë musliman fare dhe nxisin në këtë formë të agjerimit për me e përmirësu gjendjen shëndetësore të njerëzve në përgjithësi. Prandaj fatkeqësisht shumica e besimtarëve futen në Ramazan
në agjerim dhe në këtë ritual si formalitet, si adet, si shprehje, si rutin dhe nuk zhyten, nuk thellohen në shpirtin e agjerimit dhe në kuptimin esencial të domethënies së këtij rituali. Prandaj kemi nevojë të lexojmë paraprakisht, para se mu fut në këtë muaj të bekuar dhe me fillu këtë ritual, të kuptojmë vlerën edhe rëndësinë e këtij rituali edhe dobit të cilat na sjell në vetvete, edhe ato shpirtërore, po gjithsesi edhe ato trupore. Prandaj vërtet para se të fillojë Ramazani, duhet të luftojmë me nefsin tonë dhe të zgjohemi nga gafleti dhe të vlerësojmë dhe ta kemi parasysh se çdo ditë e këtij muaji të bekuar për neve është mundësi për me arrit kënaqësinë e Zotit Madhërisëm dhe shpërblime të shumta dhe lutim Allahun e Madhërisëm që na mundsoj vërtet të bëjmë vepra të ndryshme në këtë muaj të bekuar të mira dhe të na largojnë nga vetja jonë këtë teswifin, pra shtyrjen dhe prolongimin e gjërave dhe të na bëj Allahu i Madhërisëm të ndërgjegjshëm, o Zot, na ruaj nga gafleti, nga shtyrja dhe nga formaliteti i këtij rituali dhe lutim atë që të na bëj dhe të na mundsoj që çdo ditë të e përjetojmë në këtë muaj të bekuar të na jap të jetë për neve një hap drejt kënaqësisë së Zotit Madhërisëm. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.